Dhëmëro DPMN insiston se deklarata e partive shqiptare është përpiluar në Tiranë. Antari i kryesisë së saj, Hristian Mickoski, thotë se deri te ky konstatim kanë ardhur duke u bazuar në deklaratat e kryetarit të lëvizjes Beza Bilal Kasami, si dhe disa fakte të tjera. Ne insistirаме ние дека платформата су потекло во Тирана, односно како што видите вие. Nuk insistojmë ne se platforma është me prejardhje nga Tirana, ose siç thoni e nënshkruar në Tiranë. Atë e tregon publikisht njëri nga nënshkruesit. Ajo është lideri i njerëz parti nënshkruese, i cili thotë se nuk do të merrte pjesë në tavolinën e njëjtë me nënshkruesit tjerë, nëse kjo marrëveshje bëhej në Shkup. Motivimi vetëm që e ka bërë këtë subjekt të nënshkruaj platformën është fakti që është nënshkruar në Tiranë. Nuk e themi ne këtë. Ne jemi shumë të sigurt se ashtu quajtura platforma e Tiranës është e nënshkruar në Tiranë, jo vetëm se e thot njëri nga nënshkruesit, por ne kemi edhe fakte të tjera që na bien në këtë konstatim. Por nismëtarët e kësaj deklarate të përbashkët të shqiptarëve të Maqedonisë thonë ndryshe. Ditë më parë, kryetari i lëvizjes për reforma PDSH Ziadin Sela në një intervistë për televizionin 21 tha se ky dokument është përpiluar në vitin 2015 në Gostivar dhe se e njëjta tani po përdoret nga VMRO DPMN për të manipuluar popullin maqedonas. Diku ka qenë vera e 2015-s kur jemi ulë dhe kemi bërë platformën. Nikola Gruevski tani e shfrytëzon deklaratën si një mjet politik, ku diun për të friksuar Maqedonën se çfarë po ndodh. Informatat të cilët unë i kam dhe i kam të sigurta, është që Nikola Gruevski ka pranuar gjithë pikat e platformës e deklaratës së përbashkët përveç prokurorisë speciale. Nga VMRO DPMN sot i bën thirrje LSDM-s që të heqë dorë nga deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare dhe të formoj qeveritë e pakicës me ndimin e mandateve të partisë së Gruevskit. Sipas tyre, kjo deklaratë e shqiptarëve parasheh redefinimin e shtetit.